Nesër, gazeta Tribuna nxjerr numrin special të vitit të ri. Në 304 faqe gazet do të lexoni rrëfime nga më të çuditshme tregime për atë që përjetuam në 2013 dhe për atë që na pret më 2014, opinione, këshilla, kolumne dhe shumë çka tjetër. Ekskluzivisht për këtë numër të gazetës shkruajnë Atifete Jahjaga, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Bexhet Pacolli, Vlora Çitaku, Vjosa Osmani, Aida Dërguti, Burim Ramadani, Mimoza Kusari Lila, Baton Haxhiu, Albatros Rexhaj, Idro Seferi, Xhemal Ahmeti. Lexoni se kush është Ismail Qemali i Kosovës, cili kamarier nuk merr kurrë bakshish nga konsumatori i rregullt milioner, cili është ministri fantazmi i qeverisë së Kosovës, kush e ndihmoi shpalljen e pavarësisë duke e ndrequr një fotografi, ku do ta festojnë ministrat ndrrimin e motmoteve, sa mi trupa do të kujdesen për sigurinë e Kosovës, kush është pjesëtarja e FSK-s që specialitet ka çminimin, pse në Kosovë ende problemet më lehtë zgjidhen me kanunin e lek Dugaxhinit, si jeton plaku 101 vjeçar dhe çka do të bënte ai po t'i ringjallej gruaja e vdekur. Kush janë 10 personat që shënuan kulturën e vendit, cili është rrëfimi i fotografit më të vjetër të ushtrisë, a do të pranonte Bleona Qerreti të bënte seks me ndonjëre nga aktorët hollywoodian, kujt ia shtoi shpresat Zajmina Vasjari. Tribuna u bën festën më të lehtë me këshilla të ndryshme rreth saj, bashkë me Tribunën edhe përditshmja sportive Arena, cili kosovare ka ndërtuar bolidin e Formula 1, kush është plaku i cili nuk i ndahet xhamis dhe bastores, cili trajner kosovar ngjason me aktorin Coronado, a është Majlinda Kelmendi në lidhje dashurie, kush është futbollisti më seksi shqiptar sipas Marina Vjolcës, çfarë pozite do të kishte Adem Mikullovci e çfarë besimdina sikur të ishin futbollist. Tribuna dhe Arena me më shumë se 300 faqe për vetëm 50 cent. Udhëzim për lexuesit kërkojeni në pikat e shitjes edhe kalendarin ekskluziv absolutisht falas gëzuar.